Sigurisht gëzimin që sjell në zemrat e besimtarëve lajme e ringjalljes së Krishtit, ja urojnë që të gjithë njerëzit ta kenë në zemrën e tyre, në shpirtin e tyre, edhe në mendjen e tyre. Sepse ringjallja gjithmonë është një shpresë e re, që kundërshton çdo gjë e keqe që ne mund të gjejmë në këtë botë, në të cilin vdekja është fryti më i hidhur, por gjithmonë na kujton që vullneti i Zotit nuk është për vdekje, është për jetën. E kështu ne për çdo vit ja përsërisim këtë fjalë njëri tjetrin. E dim që kjo fjalë nuk është vetëm një fjalë kot ose bosh, por është një fjalë që sjell pastaj frytin e vet. Sot jemi në këtë vendin e këqira, kemi gjanat të bukura rreth e rrotull, ka një qiell i sipër nesh që nuk është krejt i kthjellët, ka rerat, tash këto rerat ndoshta ka me na sjell një shi që ndihmon pillurinë e tokës, ndoshta ka me na dhënë stuhia, ndoshta thjesht kanë mu zhduk ashtu sikur janë formuar. Ringjallja na kujton që edhe ne e kemi në dorë që ta drejtojmë jetën tonë dhe jetën e të tjerave drejt të mirën. E din që bota tash atu mbush me rrerat të zeza që ndoshta ka me na sjellë edhe pasojat negative, por apelin, thirrje, urime për çdo njeriu që ka vullnetin e mirë është që ta mbjellim sa më shumë paqe, sa më shumë gëzim rreth nesh. Kjo është vullneti që Zoti na beson neve e që ne mund të realizojmë. Faleminderit të gëzuar për shumë vjet Pashkët të gjithëve. Së pari përshëndes të gjithë banorët e kësaj zone dhe është për mua gjithmonë një kënaqësi që mund të kremtojmë Pashkët. Është festa për të gjithë njerëzit, mendoj unë, sepse ka të bëjë diçka me jetën që Zoti hyj na dhuron. Dhe ne jetojmë në një zonë me shumë vështirësi, papunësi, varfëri, edhe shumë njerëz janë të dëshpëruar, shumë njerëz dihen të braktisur, shumë njerëz ikën edhe prej zonës sonë. Dhe unë ju uroj të gjithëve se të bëheni njerëz të një shpresë. Pashkët ka të bëjë diçka me një shpresë për ne të krishterë sidomos, dhe kjo shpresë ka nevojë për njerëz që angazhohen, që nuk çajnë vetëm halin e tyre, por që angazhohen me fuqitë e veta që kanë njerëzit, fuqitë e së mirës për të zhvilluar situatën, dhe për të zhvilluar edhe rajonin tonë. Për këtë ju uroj të gjithë shumë shpresë për jetën tuaj dhe shumë fuqi dhe forcë për të qenë të angazhuar, ndoshta më shumë se sa ishit në të kaluarën, dhe ju uroj bekimin e Zotit dhe gëzuar Pashkët.